Shqipëria është shumë interesante tani për polakët, shumë interesante, edhe në Polonia flasim se Shqipëria është me pak lek për polakët. Edhe kur unë do vi me burin e Polonia, edhe kur vizitoj me Krakow, ose Gdańsk, ose ikim tek Mali, shikojme për çmimet, edhe jemi si është shumë. Kur jemi në Shqipëria është pak, edhe për shqiptarët Shqipëria tani është me shumë lek, por për të huajt është me pak lek. Kjo e shpjegon fluksin masiv të turistëve që vinë në Shqipëri, që për ata është pak më e lirë? Unë mendova tani është me pak lirë, sepse çmimet going up, po rritet, growing up, por still is so cheap. Cheap? Yeah. Për të huajt, sigurisht. Për të huajt, patjetër. Për shqiptarët, unë mendova jo, sepse unë e di qa pagesa është minimale në Shqipëria, qa është qa çmimet kene në shopping center, edhe kur e ndi të njerëzit ke 500 euro në muaj pagesa nga puna, është shumë vështirë. Shumë vështirë, po për huajt është shumë mirë, me Shqipëria me pak lek. Por benzinat, dizel, gazi është shumë çmimet në Shqipëria. Jemi me poshtë çmimet në Polonia, në Europa nuk kemi shumë vështirë çmimet si këtu. Përveç çmimeve, çfarë ju pëlqen polakëve në Shqipëri? Me çfarë mahniten ata? Ku shkoni ju? Ku i bëni turet? Për shembull, shkoni në qytete, në vende bregdetare? Po, ne jemi me të gjitha. Jemi në deti, jemi në mali, jemi në qytetit, jemi me historia, jemi me natyrë, jemi me adrenalin. Ne flasim Flamingo Tours is everywhere. You can see Albania from sky, from the water, from underground. We make snorkeling, diving, trips me skafi, me anije, punojme me autobusi, ikim tek Berati, ikim tek Gjirokastra, tek Permeti, Terbenje, tek Sirikarter, për Saranda, për Logara pas, për Dermi. Edhe njerëzit shumë pëlqen kjo idea, edhe ne flasim në polonisht, sprzedajemy doświadczenie, like we sell experience about Albania, we not sell for you trip. We want to show for our guests real Albania. We want to give for them typical Albanian food. We want to meet them with tradition, we want to meet them with history, and we want to meet them with real people in Albania. And we show for them all of this kindness which Albanian people can have and can to show for us and give for us. And many times our tourists talk for us like, wow, it's impossible. It's like first time we go for some trip and some person from Albania, like from all of people which are living here, came for us and give, for example, luleshtryle or KFC because it's season for this, and like give a little part of themselves. Many times when we are going in Mali, go out people which are living there with some kind of cheese, water, bread, and they want to give for you everything what they maybe don't have, but they want to help for you with all of this. And this is amazing about Albanian people, and I hope this will never change. Faleminderit shumë Ivona, ti je një ambasadore shkëlqyer e Shqipërisë në Poloni te polakët, por faleminderit shumë edhe për sytë që të shkëlqejnë edhe për zërin e mirë dhe të ëmbël, ndërsa flet për shqiptarët. Dhe unë e di që ne kemi shumë të këqija, po kemi gjithashtu shumë të mira, dhe ti me sa duket ke zbuluar më të mirën tonë. Po, kur unë kam zemra, unë dua give my zemra for another people, and I know that Albanian people will give the same zemra for me, so I am so happy for be part of Albania right now. Faleminderit. Ka ndonjë gjë që turistët ankohen, për shembull, që nuk u pëlqen në Shqipëri?
Keni pasur probleme, apo ata e shijojnë? Po, është një shumë probleme madhe tani këtu në Shqipëria, sepse unë punoj me europianet, me polaket, edhe në Polonia nuk kemi shumë beturina si është këtu. Po shumë. Kur ikim në Sazanit, shumë beturina. Unë e di, nuk është problem nga shqiptarët, është nga turistat, por është një problem kur është tani shumë e madhe në Shqipëria, beturinat, po unë shikon tani në Vlorë, bashkia punon shumë për kjo. Edhe sot, Bruna, boss of city, yes, she is clean the police sodas. So I'm so happy that they make something new. They put new parts for trash, and I see in the 7 years that this part tried to change, and I know it's hard because you can change something around yourself, but it's hard to change mentally. And I also know that our Albanian friends, like, they smoke cigarettes on beach and they put cigarettes in sand. Like, they drink, they eat something and they left rubbish around themselves. And I think it's not only a problem for Albanian, because when tourists see that you can let for something like that, they do the same. And this is one of the biggest problem right now in Albania. And second is this about, I really want to speak, is about homeless dogs. It's many homeless dogs. I don't have heart for looking around Albania, what's happened here. Like, Albania really needs some kind of foundation, some part of pet care, big one, even from government, when all of this kind of dogs, cats will be, and somebody will take care about them. Is, I think, big problem for all of world, but in Albania we seen this the most. Like, it's really, really big problem in Albania. And of course are some people also from Poland which are helping for homeless dogs, which came here, which take care about 1 to 10 to 100, 200, 300 dogs in year. They make documents, they prepare them to took in Poland, in another country, because are some people which want to take care. But I want to government more, give more attention for this subject, because right now it starts to be dangerous. We see last week situation in Vlora with 4-year-old girl, like I also have a child, and it's just dangerous. Right now it's dangerous. I'm scared to go out. We are living near to Plaży Vjeter. We thought like it's some part of gang of dogs which can attack you and you don't know from where they are coming and why they want to do that. But I can pretend for this that maybe they are hungry, they want more attention or something, but it's a problem. I think in all qyteti, si në Shqipëria, need to be some part pet care from government, like in Vlora, in Gjirokastra, in Saranda, in Tirana. It's really big problem about which one government need to really take care, because private people do that, but they also don't have enough strength and enough money to do this.